إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa taala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humb, ndërsa atë që ai e çojnë humbje nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se s'ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm partak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata e shumë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e Tij, si dhe mbi gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit. Në vijim vëllezër të nderuar, vazhdojmë mësimin në librin Vlera e Islamit të Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabit, Allah më shëroft, me komentim dhe shpjegim të Sheikh Salih El Fauzanit, Allahu e ruaj. Në mësimet e kaluara mësuam, lexuam dhe dëgjuam argumentet, pra argumentet të cilat I përmend Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhabi, Allah më shëroft, në lidhje me temën e parë të këtij librit për vlerat e fesë islame. Argumentet nga Kurani, nga Suneti dhe nga fjalët e sahabëve që tregojnë dhe nxjerrin pa vlerat e madhështore dhe vlerat e larta të fesë islame, si dhe pozitën e lartë dhe shpërblimin e madh që ka njeriu I cili e ndjek këtë fe të madhe dhe të lartë. Pastaj lexuam shpjegimin e shehut të nderuar dhe përfituam nga I shpjegimi I cili ishte shpjegim I qartë, I pastër dhe plot dobi. Shehu Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah më shëroft, pasi përfundoi temën që flet për vlerat e fesë islame, tani vazhdon dhe vijon në temën e dytë, e cila është tema e hyrjes në Islam. Pra tema e hyrjes në Islam. Në këtë temë shehu Allahu më shëroft përmend argumentet, po ashtu siç e tham, përmend argumentet nga Kurani dhe Suneti, si dhe nga selefët, të cilat nxisin njeriu që të hyjë në këtë fe madhështore edhe të përfitojë nga mirësitë e kësaj feje dhe nga mirësitë pra me të cilat Allahu I lartësuar I ka begatuar ata që ndjekin këtë fe. Ndaj let dëgjojmë argumentet që ka përmendur autori, Allah më shëroft, në lidhje me këtë temë, pastaj të lexojmë dhe dëgjojmë shpjegimin e Sheikh Fauzanit, Allah e ruajt, dhe të përfitojmë nga shpjegimi I tij dhe dobitë që ka sjellë ai në të. Thotë Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah më shëroft, tema e hyrjes në Islam. Tema e hyrjes në Islam. Dhe fjala Allahut të lartësuar, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dhe ai I cili kërkon fe tjetër apo dëshiron fe tjetër përveç fesë islame, atij nuk do t'i pranohet ajo kurrë dhe në botën tjetër ai do të jetë prej të humbërve. Dhe fjala Allahut të lartësuar, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Me të vërtetë, feja e pranuar tek Allahu është Islami. Sheikh Salih El Fauzan, Allahu e ruajt, duke komentuar dhe shpjeguar në këtë temë, thotë: ka thënë Allahu qoftë I kënaqur me të, pra me Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, tema e hyrjes në fenë islame. Tema e hyrjes në fesë islame. Duke qenë pra se autori përmendi vlerën e fesë islame, atëherë është e përshtatshme që ai në këtë temë përmend pra argumente të cilat nxisin për të hyrë në këtë fe islame. Pra, mbasi njeriu mëson vlerat e saj, tani ai lind edhe detyra për të futur në këtë fe. Thot, ky Islam I cili
ka këto vlera dhe veçori dhe karakteristika që neve i përmendëm, atëherë një njeri që ka logjik shëndosh, ati nuk i ka hije dhe nuk i takon që këtë fe madhështore ta refuzoj dhe të mos e pranoj atë. Si dhe që të mos të futet në këtë fe nëse ai dëshiron pra që të shpëtoj, nëse ai dëshiron që të shpëtoj pra veten e tij nga zjarri i xhehenemit. Prandaj Allahu i lartësuar thotë: "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal min." Ai i cili kërkon apo dëshiron fe tjetër përveç islamit, atij nuk do t'i pranohet. Prandaj ata të cilët thonë që ne jemi në fe dhe pretendojnë se e njohin Allahun e lartësuar, pra dhe e adhurojnë atë sikur se janë xifutët dhe të krishterët, dhe refuzojnë që të futen në fenë islame, ato në të vërtetë nuk janë fe. Pra ato në të vërtetë nuk janë në fe. Pra feja në cilën janë ata është fe e gabuar. Sepse ata janë në një fe e cila është e shfuqizuar dhe së cilës i ka përfunduar koha e të punuarit me të. Pra janë në një fe të shfuqizuar. Ndaj që kjo fe në cilën ata ndodhen dhe që ndjekin, atyre nuk i bën dobi asgjë. Pra, atyre nuk u bën dobi gjë tjetër veç se hyrja në fenë islame. Prandaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Thot, pasha atë në dorën e cilit është shpirti Muhammedit, nuk dëgjon për mua ndonjë prej këtij umeti, qoftë xifut apo i krishter, pastaj ai vdes dhe nuk beson në atë me cilën unë kam ardhur apo me atë cilën unë jam dërguar, vetëm thot se ai do të jetë prej banorëve të zjarrit. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ka thënë, i gjithë ummeti im do të futet në xhennet përveç atij i cili refuzon, pra nuk pranon. Than, po cili është ai o i dërguari i Allahut? Ai tha, ai i cili më bindet mua do të futet në xhennet, ndërsa ai i cili më kundërshton mua, ai ka refuzuar. Pra ka refuzuar që të futet në xhennet. Pastaj thot dhe fjala Allahut të lartësuar: "Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam." Me të vërtetë feja pranuar tek Allahu është Islami. Ndërsa fetë e tjera përveç fesë islame, ato nuk quhen fe tek Allahu i lartësuar, ose nuk janë fe të pranuara. Në të vërtetë ato janë fe, po janë fe të gabuara, porse nuk janë fe të pranuara tek Allahu i lartësuar. Sepse pas ardhjes së Islamit nuk ka mbetur fe tjetër të cilën e pranon Allahu i lartësuar prej robërve të tij. Allahu i lartësuar ka urdhëruar që të futesh në fenë islame, ndaj që është detyrë dhe të obligohet ty që të futesh në fenë islame duke ju bindur Allahut të lartësuar. Sepse ajo që është obligim është pasimi i urdhrit të Allahut dhe jo pasimi dhe ndjekja e tekave apo e epshit që ndjek robi. Prandaj që Umar ibn al-Khattabi radiallahu anhu, kur puthi gurin e zi, pra guri i zi i cili dodhet në Qabe, tha: "Wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa, walau anni ra'aytu Rasulullahi yuqabbiluka ma qabbaltuk." Tha, pasha Allahun, më të vërtetë unë e di që ti je gur, as nuk të dëmton dhe as nuk të bën dobi. Sikur të mos kisha parë të dërguarin e Allahut duke të puthur ty, unë nuk do të kisha puthur. Pra, thot shehu këtu që puthja e gurit nuk është adhurim që bëhet për gurin, por se është adhurim që bëhet për Allahun e lartësuar. Po ashtu edhe tawafi që bëhet rreth Qabes
nuk është adhurim që bëhet për Ka'ben, por se është zbatim i urdhrit të Allahut dhe adhurim për të. Pra zbatim i urdhrit të Allahut dhe adhurim për të. Prandaj që çështja vërtitet rreth urdhrit të Allahut dhe ligjit të tij. Dhe askush nuk mund ta kundërshtoj atë. Ndaj Iblisi i mallkuar e kundërshtoi urdhrin e Allahut dhe si pasojë përfundimi i tij ishte që ai u dëbua, u largua, si dhe u mallkua nga Allahu i lartësuar dhe Allahu i pat meta u zemrua ndaj tij, Allahu na ruaj. Pra gjitha kjo ishte pasojë që ai nuk ju bind urdhrit të Allahut të lartësuar. Vazhdon Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft, dhe thot, dhe fjala e Allahut të lartësuar: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Thot, dhe kjo është rruga ime e drejtë, ndaj ndiqeni atë dhe mos ndiqni rrugë të tjera e si pasojë t'ju përçajnë juve nga rruga e tij, apo t'ja largojnë juve nga rruga e tij. Ka thënë Mujahid duke komentuar këtë ajet që rrugët që përçajnë juve janë për qëllim bidatet dhe dyshimet. Janë për qëllim bidatet dhe dyshimet. Pra mos ndiqni bidatet dhe dyshimet dhe t'ju largojnë juve, t'ju përçajnë nga rruga e tij. Thot shehu Allah nderoft: wa anna hadha sirati mustaqiman, dhe kjo është rruga ime e drejtë. Sirat që përmendet në ajet këtu, ajo është rruga. Dhe ajo që është për qëllim me të është Islami. Pra Islami është rruga e Allahut të lartësuar. Dhe ajo është rrugë e drejtë e cila nuk ka as devijime dhe as shtrembrime. Mirë, po ajo është rrugë e drejtë mesatare në cilën nuk ka as ekstremizëm dhe as neglizhencë. Thot fattabi'uhu, ndaj ndiqeni atë. Pra kjo rrugë që është feja islame, ndaj ndiqeni atë dhe mos ndiqni fe tjetër përveç kësaj feje. Dhe mos ndiqni sunet tjetër përveç sunetit pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo është rruga ime, kjo është udha ime. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, dhe mos ndiqni rrugë të tjera e si pasojë t'ju përçajnë juve nga rruga e tij. Pra medito me vëmendje, rruga e Allahut është një, udha e Allahut është një, ndërsa rrugët e tjera përveç rrugës së Allahut janë rrugë të shumta. Pra dhe këto rrugë të shumta janë dashuria për tekat apo për epshin, apo dashuria për kënaqësitë. Dhe çdo gjë ka rrugën e vet. Pra çdo gjë ka rrugën e vet dhe çdo kush, si thush, ka atë medhhebin e vet. Pra rrugën e cilën ai ecën. Mirë po, përfundimi është se njeriu kur i ndjek këto rrugë, këto epshe, është se ai humbet dhe devijon. Prandaj aty thot fatafarraqa bikum an sabili, dhe ju përçajnë juve nga rruga e tij. Pra ju largojnë juve nga rruga e tij që është feja islame. Ndërsa sa i përket atij cilit që ecën në këtë rrugë të vetme, pra që është rruga e fesë islame, atëherë ai tek Allahu i lartësuar shpëton dhe shpëton nga zjarri i xhehenemit dhe fiton kënaqësinë e Allahut. Pra në këtë ajet ka urdhër për ndjekjen e rrugës së fesë islame. Pra Allahu i lartësuar në këtë ajet urdhron që të ndiqet feja islame dhe të lihet dhe braktiset çdo gjë tjetër përveç saj, sikurse janë fe të tjera apo bidatet dhe medhhebet e ndryshme të devijuara, si dhe grupacionet dhe sektet e tjera të devijuara nga feja islame. Pra që të gjitha ato të çojnë në shkatrim. Të gjitha ato të çojnë në shkatrim përveç
fesë islame. Ka thënë Mujahidi që rrugët janë bidatet dhe dyshimet. Thot shehu se bidatet dhe dyshimet janë prej rrugëve që i çojnë pra njerëzit që ndjekin të rrugë, i çojnë këto njerëz të tyre, i përçajnë pra i çojnë në humbje dhe nuk i largojnë nga rruga e drejtë. Prandaj thot Allahu i lartësuar kullu hizbin bima ladayhim farihun, dhe çdo grupacion me atë çka i ka apo ndjek është i gëzuar. Pra po të shikosh që çdo grupacion që është i devijuar, ai është i kënaqur me rrugën që i ndjek, me bidatet dhe gjunahet që ai vepron. Mirë po, siç thot shehu këtu, kjo është prej ndëshkimit të plot, që Allahu i lartësuar i ka ndëshkuar ata. Edhe kjo është që njeriu pra, prej ndëshkimit është që njeriu të gëzohet me të kotën. Dhe kur ai gëzohet me të kotën, ai subhanallahu nuk e lën atë të kotë të tij, por se ndjek atë. Ndërsa ai person i cili ecën në një të kotë, por se nuk gëzohet me të, atëherë ai ndoshta kërkon për të vërtetën, pra që ta gjetë vërtetën dhe ndoshta edhe udhëzohet. Mirë po, nëse ai bindet me të kotën e tij dhe gëzohet me të kotën, atëherë ky person nuk udhëzohet kurrë. Pra një person i tillë nuk udhëzohet kurrë, thot shehu i nderuar. Pastaj Sheh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, Allahu më shëroft, përmend hadithin tjetër ku thot se nga Aisha radhiyallahu anha transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad." Ai i cili shpik në fen ton diçka që s'është prej saj, ajo është refuzuar. Dhe këtë hadith e kanë transmetuar Buhari dhe Muslimi. Ndërsa në një fjalë tjetër pra apo në një transmetim tjetër thot: "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Atëherë thot kush bën një punë për cilën nuk ka ardhur urdhri në fen ton, atëherë ajo është e refuzuar. Thot shehu Allahu e ruaj dhe nderoft se men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Ai që shpik në fen ton diçka që s'është prej saj, ajo është e refuzuar. Do me thonë, thot shehu, ajo është e refuzuar dhe Allahu i lartësuar nuk e pranon atë. Ndërsa aty ku thot men ahdatha fi amrina, ai që shpik në fen ton, do me thonë ai i cili përkatson dhe i mvesh diçka fesë islame, i mvesh pra një shtesë të re, me të cilën apo i bashkangjit diçka të re me të cilën nuk ka ardhur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot se kjo është hajër. Pra kjo është hajër. Neve i themi atij, thot shehu, përkundrazi kjo është e kotë. Sepse feja është e plotësuar dhe nuk ka nevojë për shtesa, ashtu sikurse ka thënë Allahu i lartësuar: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot u apërsosa juve fen tuaj, e plotësova mirësinë time ndaj jush dhe zgjodha për juve islamin për fe. Prandaj që në fen islame nuk pranohen shtesat apo sajesat apo zbukurimet e gjërave të kota, sepse feja Allahut është tauqifia, që do thotë se çështjet e saj nuk mund vendosen nga mendja, por se janë gjëra që i vendos vetëm Allahu i lartësuar. Pra thot shehu që bidatet që të gjitha ato nuk janë prej fesë islame. Edhe pse njerëzit e bidateve kërkojnë të afrohen tek Allahu nëpërmjet tyre dhe mendojnë se në këto bidate ka shpërblim, mirë po, tek këto nuk ka shpërblim dhe as nuk ka afrim tek Allahu i lartësuar. Përkundrazi, bidatet e largojnë njeriun nga Allahu i lartësuar. Pra kjo është ajo që shpjegon
dhe komenton shehu Allahu e nderoft. Pra këtu duket qartazi paralajmërimi ndaj bidateve dhe se ato janë sharr për robin dhe se e largojnë robin nga Zoti i tij. Thot autori Allahu më shëroft, pastaj thot dhe tek Buhari thot nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Qila man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Thot i gjithë ummeti im do të hyjnë në xhennet, përveç atij që ka refuzuar. Ati ju tha, po kush është ai që refuzon? Ai tha, ai që më bindet mua do të hyjë në xhennet, ndërsa ai që më kundërshton mua, ai ka refuzuar. Në këtë hadith thot shehu, Allahu e ruajt, ka nxitje thot për që njeriu të futet në Islam. Pra ka inkurim dhe nxitje që njeriu të futet në Islam. Ndaj ai i cili dëshiron xhenetin të futet në Islam. Ndërsa ai që nuk e dëshiron xhenetin, atëherë le të mos futet Islam, por se le të ndjek pra medhhebet e tjera dhe fet e tjera. Mirë po, përfundimi i tij është zjarri i xhehenemit. Prandaj që xheneti që të fitohet nuk ka rrugë tjetër përveç fesë islame, me të cilën ka ardhur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe dihet se ai i cili kapet pas fesë islame, ai nuk ka dyshim që do të has mundim dhe siklet, si dhe do të hasi edhe dëme për njerëzve. Mirë po, ai e ka për detyrë që të bëjë durim, sidomos në kohët e fundit ku janë shtuar fitnet dhe sprovat. Pasi ai i cili kapet pas fesë është sikurse ai person i cili mban prush në dorë. Dhe kjo për shkak të vështirësisë së madhe që has në atë rrugë, qofshin lodhje pra apo dëmtime. Ndërsa bidatet thot shehu, ndërsa bidatet pra që i vepron njeriu në to nuk ka lodhje. Sepse në përgjithësi bidatet, si thush, i shkojnë për shtat tekave dhe epsheve të robit. Dhe se njerëzit në përgjithësi nuk i kundërshtojnë bidatet, por se i lën ato. Madje domethënë njeriu që bën bidatet, edhe nëse lodhet, ai ndjen një lloj kënaqësie. Pra kur i bën këto bidate, për shkak se ai mendon që ato janë fe. Sepse shejtani thot shehu, është ai i cili ja zbukuron këtë gjë, mirë po përfundimi i tij është në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj. Thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, thot po ashtu thot në Sahih, pra në Sahihun e Buharit, nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, transmetohet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Abghadu an-nasi ila Allahi thalatha, mulhidun fil haram, wa mubtaghin fil islami sunnat al-jahiliya, wa muttalibu dami imri'in bighayri haqqin liyuhriqa damahu. Thot tre njerëz janë njerëzit më të urryer tek Allahu janë tre lloje apo tre kategori. Është ai i cili anon për nga e keqja në haram. Haram në vendin e shenjtë, pra në tokën e shenjtë, në tokën e shenjtë pra në Mekë. Wa mubtaghin fil islami sunnat al-jahiliya, dhe ai që kërkon Islam rrugën e ignorancës apo sunetin e ignorancës. Dhe ai i cili kërkon gjakun e një njeriu me pa të drejtë që ta derdhi atë. Të hadith e ka transmetuar Imam Buhariu. Pastaj thot autori, Allah më shoft, ka thënë Ibn Taymija se fjala e tij sunet i ignorancës, në të futet çdo ignorancë, qoftë e përgjithshme apo e kufizuar, tek një person e jo tek një person tjetër. Qoftë thot hebre
apo i krishter, i dhujtar, apo të tjerë veç tyre nga çdo kundërshtar i asaj me cilën erdhën të dërguarit Allahut. Të thot shehu Allahu nderoft se aty ku thot që njerëzit më të urryer, pra në hadith thot njerëzit më të urryer tek Allahu janë 3 llojesh. Këtu thot ka argument për vërtetimin dhe pohimin cilësisë e urrëntjes së Allahut të lartësuar. Kjo tregon se Allahu i lartësuar urren dhe kjo është një ndër cilësitë e tij ashtu siç i takon madhështisë së Allahut. Prandaj që Allahu i lartësuar thot shehu i urren njerëzit e së keqes dhe njerëzit e mosbesimit, kufrit. Si dhe i don njerëzit e hajrit dhe njerëzit e imanit, besimit. Ndërsa aty ku thuhet në hadith ai i cili anon drejt gjunaheve apo nga e keqja në harem, pra në vendin e shenjtë i cili quhet harem, këtu për qëllim fjala ilhad nga gjuha arabe, nga ana e gjuhës arabe është animi. Pra të anosh drejt diçkaje. Mirë pa ajo që është për qëllim këtu thot që të anosh duke qenë në bindje ndaj Allahut, të anosh drejt kundërshtimit të tij. Mirë po, ky anim drejt së keqes është i ndaluar në çdo kohë thot shehu dhe në çdo vend. Mirë po, të anosh nga e keqja në këtë tokë të shenjtë që quhet haram është më rënd tek Allahu i lartësuar, sepse ky vend i shenjtë është haremi i Allahut, është haremi i Allahut. Pra ky është vend për cilin Allahu i lartësuar ka urdhëruar që të nderohet dhe të respektohet. Po ashtu Allahu i lartësuar ka urdhëruar që njerëzit të sigurohen në këtë vend, pra mos cënohen. Pra ato mos sulmohen, as mos të cënohet jeta apo nderi i tyre, aq sa edhe zojsht apo shpendët apo gjahu të mos trembet në këtë vend që quhet haram. Madje edhe bimet edhe pemet që ndodhen në këtë hapësirë të mos spriten apo edhe të mos shkulen. Po kështu edhe pemet, thot shehu Allahu nderoft. Vallë thot, nëse kjo çështje qëndron kështu me shpendët, kafshët, pemet e tjerë, vallë siç qëndron çështja me gjakun e bijve të Ademit. Me gjakun e bijve të Ademit dhe me si thosh me sulmin dhe cënimin e tyre. Madje ajo që është më rënd, thot shehu, është shirku që bëhet në këtë vend, që quhet haram. Dhe lutja e dikujt tjetër veç Allahut që bëhet në këtë vend, apo bidatet dhe risit në fe që ndodhin në të. Prandaj Allahu i lartësuar çfarë thot? Thot wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulm nudhiqhu min adhabin alim. Ai i cili dëshiron të anoj drejt padrejtësisë, pra në këtë vend, ne thot e bëjmë atë që të shijoj dënim dhimbshëm. Dënim dhimbshëm. Prandaj që vetëm thjesht dëshira për të bërë një të keqe në këtë vend, pra nëse ai bën jetë me zemrën e tij diçka të keqe dhe dëshiron që ta bëj këtë të keqe në këtë vend, atëherë Allahu i lartësuar bën që si thosh i jep dënim të dhimbshëm këtij personi. Madje thot edhe nëse ai nuk e vepron atë, vetëm thjesht që e bën jetë, atëherë si është puna nëse ai do ta bënte një gjë të tillë dhe do ta vepronte. Pra çështja është shumë e rëndë, thot shehu, dhe Allahu na ruaj, sepse çështja e haremit, pra këtij vendi të shenjtë, çështja e tij është tepër e madhe tek Allahu i lartësuar. Ndërsa aty ku përmend haremin, shehu shpjegon se çfarë është haremi. Dhe thotë që e gjithë pjesa që ndodhet brenda kufive që rrethojnë Mekën, nga të gjitha anët e saj, e gjithë ajo pjesa që është e rrethuar me kufi, ajo quhet haram, pra vendi i shenjtë ku ndalohen gjitha këto gjëra që neve i përmendëm. Pra ky është vendi në cilin
ndalohet që të tremben gjallësat apo gjahu, apo që edhe të shkulen bimet, apo edhe të pritën pemet. Po ashtu ndalohet edhe që të merren ato gjëra që u kanë humbur njerëzve, sendet që u kanë humbur njerëzve në këtë territor, ndalohen që të merren dhe të përvetësohen, përveç atij personi që e merr këtë send dhe gjatë gjithë kohës kërkon se kush është pronari i saj, me qëllim që t'ja japi atë dhe t'ja dorëzojë atij. Pra në këtë vend nuk lejohet që të cënohet askush, as sulmohet askush, qoftë në nderin e tij apo në gjakun e tij, as në pasurinë e tij, sepse ai i cili hyn në këtë vend që quhet haram, ai është i sigurt. Prandaj Allahu i lartësuar thot: "Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim", thot valla nuk e kanë parë ata se ne e kemi bërë haremin të sigurt, ndërsa njerëzit rreth rrotull haremit, pra që të tjerë që janë jashtë haremit, vritën, dëmtohen, robrohen e tjerë. Yutakhattafu an-nasu min hawlihim, pra të tjerët vritën, dëmtohen dhe robrohen. Po ashtu thot: "Awalam numakkin lahum haraman amina yujba ilayhi thamaratu kulli shay", vallë, a nuk u mundësuam neve atyre një harem të sigurt, ku mblidhen frytet apo të mirat e çdo gjëje. Të mirat e çdo gjëje. Prandaj shehu tregon këtu dhe thot se njerëzit në kohën e ignorancës, në atë kohë njerëzit ishin njerëz të këqij, ishin njerëz që luftonin me njëri tjetrin dhe sulmonin befasisht njëri tjetrin. Madje ato e plaçkitnin dhe e grabitnin njëri tjetrin. Pra kanë qenë njerëz shumë të këqij. Mirë po, edhe në atë kohë, në kohën e ignorancës që ishin të tillë, ato kur hynin haram, pra në këtë vend shenjtë, ishin sigurt. Ishin të sigurt. Aq sa ndonjëri prej tyre kur takonte vrasësin e babait të tij, pra në këtë vend, atëherë nuk e shqetësonte atë. Nuk e shqetësonte dhe nuk e ngacmonte atë derisa dilte nga ky vend i shenjtë. Edhe këtë gjë e bënin këto njerëz që ishin mosbesimtar. Pra kishin respekt madh ndaj këtij vendi. Vallë si është çështja e muslimanëve, pra njerëzit e Islamit, thot shehu. Prandaj që kush kryen veprime agresive apo cënon jetën apo nderin e dikujt në haram, atëherë Allahu i lartësuar e ka paralajmëruar atë me dënim shumë të dhimbshëm. Me dënim shumë dhimbshëm. Pastaj shpjegon, pra nga ato lloj njerëzish që Allahu i lartësuar i urren, është dhe ai i cili kërkon në Islam sunetin e ignorancës. Dhe kjo është pika argumentuese për cilën e ka sjellë autori Allahu më shëroft këtë hadith. Prandaj thotë shehu, ai i cili sjell zakone dhe traditat kohës së ignorancës dhe i vendos apo i konsideron ato për Islamit, atëherë një njeri i tillë Allahu i lartësuar e urren jashtëzakonisht shumë. Prandaj që ajo që është për qëllim me ignorancën, të thotë shehu, është ajo gjë që ka qenë para Islamit në një kohë ku nuk ka pas as të dërguar dhe as libër të zbritur nga Allahu i lartësuar. Prandaj ajo është quajtur ignorancë sepse në të nuk ka pas as libër dhe as të dërguar, thot shehu Allah nderoft. Pastaj i treti që është i urryer tek Allahu është ai i cili kërkon gjakun e një personi musliman me pa të drejtë që ta derdhë atë. Pra, kërkon që ta vrasë atë. Edhe ky është krimi i tretë. Krimi i tretë ku ato njerëz të cilët e kryen këtë krim, Allahu i lartësuar i urren ata. Dhe ky është krimi pra i sulmit dhe agresionit ndaj njerëzve të pafajshëm. Ata cilët i cënojnë dhe kryen sulme ndaj njerëzve të pafajshëm për t'i vrarë ata, pra janë të urryer tek Allahu i lartësuar, qofshin ato të pafajshëm prej muslimanëve apo qofshin ato njerëz të pafajshëm prej atyre që kanë marrëveshje
sigurie apo mbrojtje nga ana e muslimanëve, pra nga ato të cilët Allahu i lartësuar u ka mbrojtur gjakun. Prandaj që ai i cili dëshiron që të vrasi një person që është mbrojt gjaku, të cilin pra e ka mbrojtur dhe i ka dhënë siguri Islami dhe e cënon atë, atëherë Allahu i lartësuar atë urren shumë. A urren me një urrëtie tepër të madhe, ndërsa ndëshkimi i tij tek Allahu i lartësuar është akoma më i rëndë, sepse Allahu i lartësuar e ka bërë të ndaluar vrasjen e njerëzve me pa drejtë. Prandaj thot në librin e tij: "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima." Thot ai i cili vret një besimtar qëllimisht, atëherë ndëshkimi i tij është xhehenemi, ai qëndron përgjithmonë aty, Allahu i lartësuar është i zemruar me të, e ka mallkuar atë dhe e ka përgatitur për të dënim të madh. Ndërsa pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Men qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihat al-jannah." Ai i cili vret një njeri që ka marrëveshje sigurie apo mbrojtje, ai nuk do ta ndjej aromën e xhenetit. Prandaj që gjaku i mbrojtur nuk lejohet që të cënohet. Dhe kjo është prej gjunaheve më të mëdha. Thot Allahu i lartësuar, duke përmendur cilësitë e robërve të gjithëmëshirshmit: "Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama." Pra kush janë robërit e gjithëmëshirshmit, ata të cilët nuk i luten bashkë me Allahun një të adhuruari tjetër dhe as vrasin njeriun të cilin e ka ndaluar Allahu pra të vritet përveç se me drejt. As nuk bëjnë zina, pra imoralitet. Dhe kush e bën një gjë të tillë, yalqa athama, ai do të marrë gjunah. Yudha'afu lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dhe thot, atij do t'i shumëfishohet dënimi ditën e Kiametit dhe në të do të qëndroj përgjithmonë i poshtruar. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Përveç atij i cili pendohet, beson, bën vepra të mira, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Të tillët thot Allahu do t'ja kthej veprat e këqija të tyre në vepra të mira, wa kana Allahu Ghafuran Rahima, dhe Allahu është falës i madh mëshirues. Pra, pastaj Sheh Fuzani shpjegon edhe fjalën e Ibn Taymiyas dhe thotë që aty ku thot ka thënë Ibn Taymija, Allah më shëroft, domethënë Sheikhul Islam Ibn Taymija e ka sqaruar dhe ka shpjeguar se çfarë është pra suneti i ignorancës. Dhe ka sqaruar se kjo është diçka e përgjithshme, qoftë në ignorancën që është e përgjithshme, po qoftë në ignorancën që është individuale. Sepse ignoranca mund të jetë në një shoqëri, por mund të jetë edhe në një fis. Pra në një fis prej fisëve. Mirë po mund të ndodhë edhe në një individ prej individëve. Prandaj që kur njëri prej sahabëve e ofendoi një sahabit tjetër për shkak të ngjyrës së zezë së tij, dhe se ai është biri i një gruaje të zezë, apo biri i një robreshe. Pra i tha atij, o biri i të zezës. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha atij, ayyartahu bi ummih innaka mru'un fika jahiliya. Tha, a ofendova të për shkak të nënës së tij, më të vërtetë ti je një njeri që ke ignorancë. Edhe pse ky njeri i cili e tha këtë fjalë është Abu Dherri radhiyallahu anhu, pra njëri prej sahabëve fisnik.
Mirë po kur e tha këtë fjalë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e llogariti dhe konsideroi atë prej çështjeve të ignorancës, prej gjërave të ignorancës, sepse muslimanët janë vëllezër. Dhe thot shehu që nuk ka vlerë arabi mbi jo arabin, dhe as jo arabi mbi arabin, as i kuqin mbi të ziun dhe as i ziun mbi të kuqin, përveç se me devotshmëri. Pra fjala e tij synet ignorancës, në të futet çdo lloj ignorance, qoftë ajo e pa përcaktuar, pra që është e përgjithshme, apo e përcaktuar për një individ caktuar. Domethënë, ajo që është e përgjithshme që përfshin një fis apo një shtet të caktuar, apo diçka specifike për një person të veçantë. Pra, thot në të futet çdo ignorancë qoftë e përgjithshme apo kufizuar te një person edhe jo tek një person tjetër, qoftë hebrej apo i krishter judhujtar apo tjetër veç tyre, nga çdo kundërshtar i asaj me të cilën erdhën të dërguarit. Pra aty ku thot qoftë ai çifut apo i krishter apo i judhujtar dhe të tjerë veç tyre, kjo është që e komenton fjalën ignorancë. Domethënë pra tregon se çdo gjë që vepronin mosbesimtarët para ignorancës, para ardhjes së Islamit, ajo quhet ignorancë. Qofshin pra ato çifutet apo të krishterët, apo ato adhuruesit e zjarrit, apo idhujtarët. Shehu vazhdon përmendi akoma më tepër, ne inshallah mjaftohemi me kaq, me qëllim që edhe mos zgjatemi më tepër, sepse janë edhe dy argumentet e tjera që përmend që, por se janë i çik më të gjata. Mirë po, ajo që kuptojmë nga gjithë kjo që përmend, është se njeriu kur ngjon argumente të tilla, të cilat nxisin dhe inkurajon njeriu që të futet në Islam, ai tregohet i zgjuar dhe me këto mësime që merr përpiqet që t'i vejë ato në praktik. Nëse vetë është i udhëzuar, atëherë përpiqet që këto mirësi që ai dëgjon vetë, t'ua përcjellë dhe tjerëve me qëllim që edhe të tjerët përfitojnë dhe të bëhen prej atyre që futen fen islame. Futen fen islame, përfitojnë nga mirësitë e saj me qëllim që të shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit në ditën e gjykimit. Allahu na ruaj. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Plus Allah na bëj dobi neve dhe juve me gjithë që ne dëgjuam.